elektrike për qytetarët. Kjo është rritur për shkak problemeve dhe mos menaxhimit të brendshëm? Absolutisht, do të flas pak ma vonë në veçanti për çmimin e energjisë elektrike dhe për atë çfarë po pritet për pasojat të cilat do të jenë për ekonominë vendore me deregullimin, me futjen, domethënë faktikisht me shtytjen në treg të deregulluar për 1300 kompani të cilat janë kompani vendore, dhe për këtë dua t'i kem disa minuta dhe ta shtilloj në mënyrë të veçantë sepse kemi një propozim për zyrën e rregullatorit të energjisë, të cilës do t'i adresohemi ditën e hënë. Çfarë ka pasur tjetër? Kemi pasur ngritje alarmante të çmimit, inflacioni i cili ka ndodhur gjatë këtyre 4 viteve dhe qeveria ka luajtur rolin e spektatorit, nuk ka ndodhur asnjëherë në Republikën e Kosovës. Ne kemi pasur 250 milion euro tendera një burimor, tendera që janë shpërnda shokëve dhe dashamirëve nga ministrat e qeverisë Kurti. Na ka lulëzuar vend mafia energjetike. Ti ke kompani të cilat para 3 viteve kanë hyrë në tregun e energjisë dhe sot kompania renditet, kompania me 2 punëtor, të cilës nuk i dihet adresa, renditet si e teta me qarkullimin më të madh në vitin 2024. Ne kemi njerëz, domethënë të cilët sot janë me akt akuza, derisa ti ketë deklarata të kryeministrit dhe të krejt eksponentëve televizjes vetëvendosje, duke u zotuar që në fakt janë organet e drejtësisë ato që po i sulmojnë, për ndryshe ata janë të pastër, ku në fakt i kemi pa dëmët që janë shkaktuar në këtë rast, për shembull për zotin Agip Krasniqi, korporatës energjetike të Kekut. Dhe këtë dua ta lidh mandej me mafinë energjetike dhe me ngritjen e çmimit të energjisë elektrike kur flasim në veçanti të energjia. Çfarë kemi tjetër? Masat ndëshkuese të Bashkisë Evropiane, asnjë njohje nuk e kemi marrur. Zoti Pacolli i ka sjell njohje Republikës së Kosovës, imagjinojeni. Ndërkohë që Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka qenë për 4 vite, nuk jemi antarësuar në asnjë organizatë ndërkombëtare. Dhe plot gjëra të tjera, në fakt nuk njihen. Kanë për 4 vite kanë ndërtuar një urë në Staradran dhe kanë ndërtuar një urë tjetër, urën e Badovcit, domethënë për mandatin 4 vjeçar. Ky është rezultati i qeverisë 4 vjeçare sipas juve, po. Jo vetëm sipas meje, po besoj që dihet për ndryshe, nëse do të kishte rezultate, unë besoj që edhe ju si gazetar, si televizion me frekuenca nacionale, do të më kishit thënë këtu mua, se cilat janë rezultatet. Nuk dua të ndalem unë tani ta bëj avokatin e qeverisë, këtu jam për juve, zonja Bajrami, që juve t'ju kam si qëndrim edhe si pozicion. Po besoj që nuk duhet të shpenzojmë shumë kohë, ndoshta duke krahasuar edhe qeveritë e kaluara me mandatin 4 vjeçar, saqë të flasim për këtë mandat, po atë që po e them, Lidhja Demokratike e Kosovës e ka tani mbi tavolinë dhe e kanë të gjitha partitë politike një opsionin